Shkollat fillore dhe të mesme nuk arrin që të funksionojnë normalisht vetëm me blok dotacionet. Për këtë arsye, komuna ka vendosur që zërat të caktuar buxhetor, ku ekzistojnë mjete të lira, të riorientoj fondet drejt shkollave fillore dhe të mesme me qëllim të mbulimit të shpenzimeve të domosdoshme, siç janë transporti i nxënësve dhe pagesa e rrymës. Kështu deklaroi Jeton Osmani nga sektori për financa dhe buxhet gjatë arsyetimit të propozim vendimit për ndryshime dhe plotësime të buxhetit komunal, që ishte ndër pikat kryesore të rendit të ditës në seancën e sotme të Këshillit Komunal. Konkretisht ky ndryshim plotësim paraqet që të rrisim zërat buxhetor në shkollat e mesme dhe fillore, të cilat mjete nga blok dotacioni nuk mjaftojnë për realizimin e ative sendeve elementare për funksionimin e shkollave. Konkretisht do të rrisim zërin 4D1 dhe 4D5 që nënkupton pagesën e rrymës elektrike edhe transportin e nxënësve që na obligon ligji që nxënësit e shkollave që kanë mbi 2 kilometra komunat ju siguroj transport nxënësve. Dhe komplet rritja e këtive dy zërave dhe të kap shumën prej 5 milion denar. Osmani gjatë seancës së sotme ka prezantuar në Këshill një raport të përgjithshëm mbi mjetet e ndara nga buxheti i komunës së Gostivaret dhe vendimet realizuara nga muaji janar e deri më tani. Sipas raportit, në zërin buxhetor për transfere ndaj organizatave jo qeveritare janë ndarë gjithsej 600.000 denar, ndërsa për kulturë janë ndarë 180.000 denar. Në fushën e sportit, shpenzimet kapin vlerën mbi 2.650.000 denar. Në total, transferet nga buxheti komunal për periudhën janare deri më tani arrin rreth 56.000 euro, tha Osmani. Pra, te programa A0, pra programa e Këshillit, kena realizim prej 600.000 denar, pra jëm transferuar 600.000 denar. Te programa K4, që ka kulturën, 180.000 denar, edhe te programa L0 e sportit ka shumën prej 2.650.000 denar. Pra në tërsi, transferet kapin shumën 3.430.000 denar, apo me euro 56.000 euro nga një janar për këtë vit buxhetor. Këto pika të rendit të ditës u miratuan me shumicë votash nga këshilltarët, duke i hapur rrugë realizimit të transfereve dhe rishpërndarjes së mjeteve buxhetore sipas nevojave të komunës.